Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 11 shtator të 2025. Është një ditë ku shumë gjëra ndryshojnë, shumë gjëra rregullohen në lidhje me punën, në lidhje me ndryshime dhe marrje vendimesh të rëndësishme. Duket se gjërat mund të jenë ndryshe, mund ta kuptojmë ndryshe, por kjo nuk do të thotë se mund kemi probleme të ndryshme, por megjithse Jupiteri ka një ndikim ku jep një mundësi në lidhje me çështjet e financave, sepse kjo ka të bëjë shumë në lidhje me financat, lidhje me biznesin dhe me kohën që ndodhin fenomenet. Ajo çka do të shikohet apo rregullohet është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv, duke pasur parasysh me disa çështje mjaft pozitive në punë, në ekonomi dhe në vazhdimsi. Kemi të bëjmë me hënën në shenjën e demit